Falenderojmë Allahun lavdiplot për mirësitë e shumta me të cilat na begaton dhe dërgojmë salavate dhe selame mbi të dërguarin e tij të fundit, krijesën më të zgjedhur Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, në dersin e sodit, insha Allahu Teala, do t'i kalojmë disa çaste në hijen e porosive të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Dersi i sodit titullohet 3 porosi profetike, 3 porosi pejgamberike. Dhe është për qëllim porosit me të cilët i ka porositur pejgamberi alaihi salam 2 prej sahabëve të tij të ndershëm, Ebu Dherrin radiallahu anhu dhe Muadh ibn Gjebelin radiallahu anhu. Dhe në rastin e Muadh ibn Gjebelit transmetohet se këtë porosi ja ka thënë pejgamberi alayhis salam kur e ka dërguar në Yemen për t'i thirrë njerëzit në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, sepse sahabët ju e dini se nuk kanë qëndruar në Medinë, po janë përhapur nëpër tokë për të bërë thirrjen fenë e Allahut subhanahu wa taala. Disa prej tyre lindje, disa në perëndim e kështu me radhë, disa prej tyre si komandant të ushtrive e disa të tjerë si mësues të atij vendi në të cilin kanë shkuar. Muadhi radiallahu anhu ishte prej atyre që shkuan si mësues dhe si gjykatës në Yemen, pasi që banorët e Yemenit e pranuan fenë e Allahut subhanahu wa taala. Këtë hadith e transmeton Tirmidhiu dhe ka thënë se është hasen. Disa prej dietarëve të hadithit kanë thënë se zinxhiri i hadithit Tirmidhiut ka pak dobësi. Mirë po, në përgjithësi ky hadith e arrin gradën e hasen li gajrihi. Hasen li gajrihi do me thonë hadith hasen, mirë po jo për shkak zinxhirit vet, po për shkak se janë transmetuar edhe shumë hadithe tjera me të njëjtën domethënie, apo me domethënie të përafërt. Se hadithe me këtë domethënie janë transmetuar shumë, ndoshta mbi 10 hadithe që e kanë domethënien e ngjashme, andaj krejt këto e arrin gradën e hadithit hasan. Dhe për këtë shkak themi se ky hadith është i pranuar, përderisa, dhe kjo është prej shkencës të hadithit, përderisa dobësia e një hadithit nuk është shumë e madhe, atëherë pranohet në rastin kur ka hadithe tjera të shumta që e përforcojnë atë. Thot pejgamberi alayhis salam këtë hadith: ittaqillaha haythu ma kunt. Ke frikë Allahun kudo që të jesh. Ke frikë Allahun kudo që të jesh. Dhe fjala haythu ma në gjuhën arabe përdoret për vend dhe për kohë. Fjala haythuma në gjuhën arabe përdoret për vend dhe për kohë. Pra, ke frikë Allahun në çdo kohë dhe në çdo vend. Kështu është, pra, në përgjithësi domethënia e këtij hadithi. Ke frikë Allahun ku do qofsh dhe kur do qofsh, në çdo vend dhe në çdo kohë. Wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dhe veprën e keqe pasoje me një vepër të mirë, sepse ajo e shlyen atë. Veprën e keqe nëse eventualisht gabon, pasoje pra pas asaj më njëherë bënë një vepër të mirë, sepse ajo e shlyen këtë keqe dhe ja largon pra ndikimin e saj. Wa khaliqin nase bi khuluqin hasan, dhe porosia e tretë me njerëzit sillu me moral të lartë. Me njerëzit sillu me moral të lartë. Ky është një hadith madhështor dhe përmban domethënie të mëdha, edhe pse fjalët janë të pakta, sepse kjo është veçori e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, siç ka thënë utitu khamsan. Janë veçuar me 5 gjëra, po thot pejgamberi alayhis salam. Njëra prej këtyre 5-ve është jawamiul kalim. Më është dhënë pra, po thot pejgamberi alayhis salam, fjala përmbledhëse. Edhe pse flas pak, mirë po përmbledh shumë kuptime në fjalën time. Pra po thot pejgamberi alayhis salam, jawamiul kalim është fjalë e pakt që përmban shumë kuptime dhe përmbledh në vete shumë domethënie. Kjo është cilësi e pejgamberëve, se fjalët e tyre, e sidomos pejgamberit alayhis salam, Muhammedit alayhis salam, se fjalët e tij edhe pse janë të pakta përmbajnë domethënie të mëdha. Dhe kjo padyshim ka urtësi që të mbahet mend më mirë dhe të transmetohet më lehtë. Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah e ka një libër
një libërth të shkurt në lidhje me këtë hadith. Pra, kur njëri prej dietarëve kërkon prej tij që ta porosis apo ta këshilloj prej Ibn Taymiyes, Ibn Taymija e shkruan një libër të tërë në lidhje, parafërsisht në lidhje me këtë hadith, edhe pse përmend gjëra tjera, hadithe tjera, mirë po krejt tema ndërlidhet me këtë hadith për të cilin po flasim. Sepse, siç thot edhe Ibn Taymija rahimahullah, fama a'lamu wasiyatan anfa'u min wasiyati Allahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. I thot, i drejtohet atij dietari që ka kërkuar porosi prej tij, i thot, une nuk di se ka ndonjë porosi më të mirë se porosia e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk di, thot, se ka ndonjë porosi, andaj nuk do të porosis prej fjalëve të mia, po do t'i transmetoj disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe prej haditheve që i transmeton është ky hadith, pra në fillim. Dhe thot se ky hadith, nëse e praktikon njeriu, pra ka hajër të madh, sepse e përmirëson raportin e tij me Zotin e tij, me krijuesin subhanahu wa taala. Pastaj e përmirëson raportin e tij me vetveten e tij, me nefsin e tij, dhe e treta e përmirëson raportin e tij me njerëzit e tjerë, pra, me njerëzit e tjerë, me rrethin e tij në të cilin ai jeton. Ittaqillaha haythu ma kunt, ke frikë Allahun kudo që t'jesh. Nëse njeriu e praktikon këtë porosi, padyshim se do ta përmirësoj raportin e vet me Allahun subhanahu wa taala. Çdo mend pra se do ta përmirësoj raportin me Allahun subhanahu wa taala. Pastaj wa atbi as-sayyi'ata al-hasana tamhuha. Të keqen pasojë me një të mirë. Kur ta bësh të keqen, e cila e cenon raportin mes teje dhe Zotit tënd, ktheje me një vepër të mirë, pasojë me një vepër të mirë, sepse ajo do ta shlyen dhe do ta kthej përsëri raportin tënd me Allahun në vendin e duhur. Pra, di se si të sillesh edhe në rast kur je gabimtar dhe kur gabon. Dhe pastaj wa khaliqin nase bi khuluqin hasan, dhe me njerëzit sillu me moral të lartë, me sjellje të lartë. Ai që vepron këtë, a do ta përmirësoj raportin e tij me njerëzit? Padyshim se po. Dhe ai i cili i përmbledh krejt këto, do t'i përmirësoj gjitha raportet e mundshme që i ka në këtë jetë, raportin me Zotin, me veten e tij dhe me njerëzit e tjerë. Dhe këto janë të ndërlidhura njëra me tjetrën. Pra, raporti njeriut me Zotin e tij është i ndërlidhur me raportin e tij me njerëzit e tjerë, sepse kur e ka mirë punën me Allahun, Allahu i andreq punët e tij me njerëzit e tjerë. Dhe nëse është i sjellshëm me krijesat e Allahut, Allahu për hir të kësaj ia fal gabimet dhe përmirëson raportin e tij me të. Dhe ju e dini shembullin e asaj të pamoralshmes nga jehudit, që përmendet në hadithin e pejgamberit alayhis salam, se një zinaqare prej jehudive është sill mirë me kafshët, jo me njerëzit, madje me kafshën. E ka parë një qen që ka qenë shumë i eshtuar dhe i ka dhënë pak ujë për shkak të kësaj vepre, sepse ajo ka pas iman, edhe pse ka bë, domethënë, amoralitet, për shkak të kësaj vepre, Allahu thot i afali mëkatet e kaluara. Dhe është bërë sebeb që të përmirësohet pra gjendja e kësaj gruaje, për shkak se është sill mirë me kafshët, pra të cilët janë krijesa të Allahut subhanahu wa taala. E çka mund të themi për atë i cili sillet mirë me njerëzit? Nuk do ta zgjatim shumë në sqarimin e pjesëve të këtij hadithi, pra tre porosive, mirë po do të mundohemi që të ndalemi në pikat më të rëndësishme. Pika e parë, pjesa e parë e hadithit është ittaqillaha haythu ma kunt. Ke frikë Allahun kudo që t'jesh. Dhe porosia për takvallëk, porosia për devotshmëri, porosia që t'i kemi frikë Allahun në çdo vend dhe në çdo kohë, është porosia më e madhe me të cilën Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi i tij i kanë porositur njerëzit, sepse është porosi gjithëpërfshirëse. Thot Allahu subhanahu wa taala në surën Nisa: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Thot, i kemi porositur ata që ishim para jush dhe juve që të keni frikë Allahun subhanahu wa taala dhe që të jeni të devotshëm ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe burimi i fjalës takwa në gjuhën arabe e ka pra
fjala takwa në aspektin gjuhësor është në esencë pra en yaj'al al-'abdu bainahu wa bain ma yakhafuhu wikaye, që njeriu të bëj një pengesë në mes të tij dhe në mes të asaj nga e cila friket, nga e cila ka frikë dhe friksohet. Në këtë rast është për qëllim pengesa që e bën njeriu mes tij dhe dënimit të Allahut subhanahu wa taala. Takvalloku çka është? Është një pengesë, pra në formë figurative me përshkruajt, është si një mur që të mbron ty prej zjarrit të xhehenemit apo prej dënimit të Allahut subhanahu wa taala. Andaj është diçka me rëndësi, sepse ai i cili nuk e ka këtë pengesë shumë lehtë mund të bie në dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe siç përmenden hadithet të dënimit të varrit, se dënimi do të vijë nga gjitha anët njeriu. Në varr, mirë po kur do të vijë nga një anë, do të del namazi dhe do t'i thoj kthehu mbrapa, se këndej nuk ke vend. Kur do të vijë dënimi nga ana tjetër, do të del zeqati, nga ana tjetër agjërimi, nga ana tjetër haxhi, nga ana tjetër pra krejt veprat e mira. Pejgamberi alayhis salam po e përshkruan në formë figurative, pra se krejt veprat e mira do ta rrethekojnë njeriu në momentin e vdekjes dhe do ta mbrojnë prej dënimit, sikur të ishin pra krijesa që e mbrojnë prej dënimit të Allahut subhanahu wa taala. Kjo pra është takvalloku, që të vendosish pengesë mes teje dhe dënimit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu subhanahu wa taala këtë e kërkon prej robërve. Këtë e kërkon prej robërve të tij të sinqert. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih." O ju që keni besuar, keni frikë Allahun me një devotshmëri të vërtetë. Haqqa tuqatih, ashtu siç i takon dhe meriton Allahu subhanahu wa taala. "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dhe mos vdisni pos duke qenë musliman. Mos vdisni pos duke qenë musliman. Kjo do të thotë mos jetoni vetëm se si musliman, sepse njeriu si jeton ashtu edhe do të vdes. Si jeton ashtu dhe do të vdes. Dhe si vdes ashtu edhe do të ringjallet në ditën e gjykimit. Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu, duke e komentuar këtë ajet, thot: "Haqqa tuqatih", çka do të thonë devotshmëri e vërtetë. Pra takva ashtu siç e meriton Allahu subhanahu wa taala. Çka do të thonë? Thot Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu, që është prej shokëve më të dalluar të pejgamberit alayhis salam dhe i cili njihet prej mufesirëve më të mëdhej prej sahabëve, pra prej atyre që e kanë komentuar tefsirin e Kur'anit. Është dalluar me tefsir Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu. E shpjegon këtë ajet duke thënë: devotshmëria e vërtetë është të respektohet Allahu dhe të mos i bëhet mëkat, të përmendet dhe të mos harohet. E para është të respektosh, vjen një urdhër prej Allahut e çon vend, vjen një ndalesë, largohesh prej saj. E dyta është që ta përmendish dhe mos ta harrosh. Ta përmendish me zemër, me gjuhë dhe në vetmi dhe para të tjerëve dhe mos ta harrosh. Dhe e treta, ta falenderosh dhe mos ta mohosh. Andaj ajo që kërkohet prej besimtarit është që t'i ketë frikë Allahut subhanahu wa taala në vetmi dhe para njerëzve. Sepse e kundërta e kësaj është cilësi e munafikëve. Munafikët para njerëzve shfaqen besimtar, shfaqen të devotshëm. Mirë, po kur janë në vetmi devijojnë prej kësaj. Kur janë në vetmi i shkelin haramet e Allahut subhanahu wa taala. Dhe njeriu ka munafiklëk në veten e tij, aq sa e ka të rënd pra mëkatin kur e bën vetmi në krahasim me atë kur është haptazi pra. Munafikët që janë pastër, munafikat që janë pra në xhehenem për gjithmonë dalur prej feje, janë ata që e shfaqin besimin, pra para njerëzve e shfaqin besimin, ndërsa në vetmi bëjnë kufër. Kjo është nifaku i madh. Ndërsa nifak i vogël është kur para njerëzve mbrohet prej mëkateve të mëdha dhe të vogla, mirë po në vetmi i bën ato. Dhe në këtë hadith janë transmetuar, në këtë aspekt, në këtë temë, në këtë pikë janë transmetuar dy hadithe, të cilat duhet t'i kuptojmë ashtu siç duhet. Ndoshta ndonjëri prej jush i kanë dëgjuar të ditë, ndoshta ndonjëri e kanë dëgjuar vetëm njërin e kështu me radhë. Hadithi i parë që transmetohet në këtë drejtim prej pejgamberit alayhis salam, thot pejgamberi alayhis salam:
men ibtuliya bi shay'in min hadhihi al-ma'asi falyastatir. Kush është sprovuar me ndonjë prej mëkateve, le të fshehet, le të mbulohet, mos ta bëj haptazi. Sepse haptazi kur e bën ndikon që të përhapet kjo tek njerëzit. Hadithi i dytë është kështu: do të vinë njerëzit thot në ditën e gjykimit, do të kenë vepra të mëdha sa kodrat. Mirë po thot Allahu do t'i azgjësoj ato. Ata janë pejgamberi alayhis salam thot që kur janë para njerëzve janë të devotshëm, kur vetmohen i shkelin haramet e Allahut subhanahu wa taala. Tash kur ta shikosh pra këtë hadithin e dytë, nëse e keq kupton, mëkatari thot po më mirë qenë ka të bëj mëkat edhe haptazi edhe fshehurazi, se nëse haptazi nuk bëj pastaj fshehurazi, qenë ka problem. Jo. Sepse pejgamberi alayhis salam në hadithin tjetër po thot fshehu. Mirë po kjo hadithi tjetër po thot edhe kur të fshehesh lej. Domethënë mos ta sulmojmë hadithin e parë me dytin, po hadithin e dytë ta kuptojmë në prizmën e hadithit të parë. Nëse po bën mëkate, nëse i ke disa mëkate, fshehu. Mirë po edhe kur të fshehesh mos qëndron ato mëkate, po pendohu, sepse edhe kjo është rrezik. Ndërsa ai i cili i bën haptazi dhe krenohet me to, Allahu subhanahu wa taala nuk ja fal. Pejgamberi alayhis salam thot: kullu ummati muafa illa al-mujahirun. I gjithë ummeti im është i falur përveç atyre që bëjnë mëkate haptazi. Pra, të dy anët është rrezik. Andaj besimtari nuk duhet që qëndrojnë mëkat. As haptazi as fshehurazi. Mund gabojnë ndonjëherë. Mirë po duhet pendohet. Nuk është rruga e tij mëkati. Nuk ka mundësi besimtari të ketë një mëkat që e bën një javë me rend për shembull. Nuk bën se kjo të besimtari. Nëse i ndodh brenda muajit bëj një mëkat, më njëherë duhet pendohet, më njëherë duhet kthehet. Nuk ka mundësi që të qëndroj pra besimtari i vërtet në një mëkat, një kohë të gjatë. Dhe kur të arrijë këtë grad, muslimani e arrin gradën e ihsanit. Siç thot pejgamberi alayhis salam se el-ihsan është grada më e lartë në të cilën mund të arrijë besimtari. Thot pejgamberi alayhis salam el-ihsan është an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ta adhurosh Allahun ashtu sikurse më e pa. Pra të jetë adhurimi jot ndaj Allahut sikurse e sheh. Ta kesh parasysh se çdo herë pra ai të mbikëqyr. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak, sepse edhe nëse ti nuk e sheh në realitet, ai të sheh ty në çdo moment. Nuk ka moment që ti mund të ikish shikimit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kur të arrijë besimtari këtë grad, atëherë pra e fiton shpërblimin e Allahut dhe mbrohet nga dënimi i tij insha Allahu taala. Definicioni më i mirë që është dhënë në lidhje me devotshmërinë, siç thon dietarët, është definicioni i Talq ibn Habibit rahimahullah, i cili është pra prej tabiinëve. Ka thonë devotshmëri është, takvallok është kur thot Allahu subhanahu wa taala ittaqillah, bëhu i devotshëm ndaj Allahut, ke frikë Allahun. Thot devotshmëri është ta respektosh Allahun. Thot devotshmëri është ta respektosh Allahun me dritë prej Allahut, ta respektosh Allahun duke i çuar vend urdhrat, duke u larguar nga ndalesat, me dritë prej Allahut. Do me thonë me dituri. Jo ta respektosh me xehel apo me vepra të shpikura, po me dituri, duke e shpresuar shpërblimin e Allahut dhe të jetë gjendja e zemrës tënde kur ta bësh ibadetin, pra të jetë niyeti prezent, ta shpresosh shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala dhe të largohesh nga mëkatet, me dritë prej Allahut, me dituri, do me thonë prej Allahut subhanahu wa taala. Sepse shpallja e Allahut është dritë me të cilën besimtarit i ndriçohet rruga dhe duke u friksuar nga dënimi i Allahut. Të jetë gjendja e zemrës tënde në moment kur largohesh prej mëkatit, pra që e bën këtë largim nga frika prej Allahut subhanahu wa taala. Jo se nuk ke mundësi, jo se ai mëkat është shumë shtrenjtë, jo se ai mëkat
ka shkaktuar që të kesh infarkt, për shembull. Dikush e lën cigaren, mirë po e lën pse ka pas një infarkt dhe frikohet se mos vdes. Ky njeri nuk quhet i devotshëm sepse nuk e ka lënë cigaren për hir të Allahut dhe nga frika e dënimit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kështu pra edhe veprat e tjera. Pjesa e dytë e hadithit është wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dhe të keqen pasoje me një vepër të mirë. Nëse ndodh eventualisht që të bësh mëkat, dhe kjo do të ndodh sepse njerëzit nuk janë engjuj, do të gabojnë, dikush më shumë e dikush më pak, mirë po nuk ka njerë që është pa gabime, nuk ka njerë që është perfekt, nuk mund gjesh. Andaj duhet dish se çka të veprosh në rastin kur gabon. Thot pejgamberi alayhis salam, pas këtij gabimi pasoje me një vepër të mirë, pra bënë një vepër të mirë pas tij që e shlyen ndikimin e këtij gabimi. Dhe vepra e parë e mirë e cila e shlyen gabimin, e shlyen pasojën e mëkatit është tobja, pendimi tek Allahu subhanahu wa taala dhe kërkimi i faljes prej tij. Allahu i lartësuar i cilëson me këtë të devotshmit. Nuk thot se të devotshmit janë engjuj, po thot se ata walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah. Dhe ata të cilët kur ndonjëherë bëjnë mëkat ose i bëjnë zullum vetvetes së tyre, sepse mëkati është zullum. Njeriu me mëkat i bën zullum vetvetes së tij. Dhakarullah, ju kujtohet Allahu subhanahu wa taala. Fastaghfiru li dhunubihim, dhe më njëherë kërkojnë falje për mëkatin e tyre. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, e kush i fal mëkatet përveç Allahut subhanahu wa taala? Askush nuk i fal mëkatet përveç Allahut subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dhe cilësia e devotshmëve është se nuk këmbgulin në mëkate, nuk vazhdojnë në mëkate. Ndodh që të gabojnë ndonjëherë. Dhe shumica e gabimeve të devotshmëve janë gabime të vogla, pra mëkate të vogla. Mirë po, kur i bëjnë këto, nuk vazhdojnë me ato. Nuk këmbgulin të këto mëkate, duke e ditur pra, qëllimisht nuk i bëjnë këto mëkate. Po, me njëherë kërkojnë falje prej Allahut subhanahu wa taala. Pra, kjo është vepra e parë e mirë që bëhet pas gabimit, edhe i cilat i shlyen gabimet. Vepra tjetër, thon dietarët, është që ta bëjë një ibadet të ngjajshëm me mëkatin që e ka bërë. Nëse për shembull ka shikuar haram, mëkati i tij ka qenë prej syrit, pra prej syrit, atëherë thon dietarët duhet ta bëjë një ibadet me këtë gjymtyr. Të shikojë në Kur'an, ta merr Kur'anin dhe të lexojë. Ka bën mëkat me sy për shembull një kohë të caktuar, gjatë rrugës ku e di çka, pa marr parasysh, edhe e ka pasë nuk e ka ul shikimin, po e ka mund depshi dhe e ka vazhdu shikimin, atëherë e bën një ibadet me sy. Lexon Kur'an, e shikon librin e Allahut subhanahu wa taala. Nëse e ka bërë mëkatin me dorë, është për të përshëndetur me dorën e tij me gratë huaja, për shembull, atëherë bën një vepër të mirë me dorën e tij, jep sadaka për shembull. Do me thonë, me qatë gjymtyr që e ka bën mëkatin, me qatë gjymtyr pas atij mëkati e bën veprën e mirë, sepse kjo është më parsore që ta shlyej edhe më mirë këtë mëkat. Andaj ai ibadet që i përmbledh këto gjymtyrat është namazi. Pse? Sepse kur të marrish abdes, e lën fytyrën, syt, gojën, hundën, veshët, duart, këmbët, pra të gjitha gjymtyrët me të cilët njeriu brenda ditës mund bëjë mëkat, me abdes i lan. Dhe pejgamberi alayhis salam thotë se kur merr abdes njeriu i bien mëkatet prej këtyre gjymtyrëve. Pastaj fal namaz dhe kërkon falje, dhe kjo është pra më parsore që t'i falen mëkatet. Për këtë shkak pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka krahasuar namazin me një lum, që është para derës së njeriut. Dhe ka thonë, nëse një njeri lahet 5 herë në ditë në atë lum, a ka mundësi të jesin mëkate? Sahabët thanë jo. Andaj thot Allahu, kështu me namazet u ashlyen mëkatet tuaja që i bëni brenda tyre. Dhe është për qëllim mëkatet e vogla, ndërsa mëkatet e mëdha duhet pendim special për ato pra. Duhet që të pendohesh special dhe veçanërisht për ato mëkate.
Pastaj prej mirësisë së Allahut subhanahu wa taala është se leqë i shlyen mëkatet me vepra të mira, po nëse bëhet traditë e jotja bërja e veprave të mira pas mëkatit, pra përmirësohesh, pendohesh, bën vepra të mirë dhe vazhdon këtë rrugë, Allahu subhanahu wa taala ato mëkate që i ke bërë në të kaluarën ti shëndron në vepra të mira. Thot Allahu subhanahu wa taala: illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Përveç atyre që pendohen dhe bëjnë vepra të mira dhe i besojnë Allahut sinqerisht, atyre Allahu ua shëndron veprat e këqija në vepra të mira, sepse Allahu është që fal shumë dhe është mëshirues. Dhe Allahu subhanahu wa taala ju bën thirrje robërve të tij në përgjithësi që t'i kthehen atij me pendim. Thot Allahu i lartësuar në një hadith kutsi, pra hadith në të cilin pejgamberi alayhis salam i transmeton fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala në këtë hadith: ja ibadi, o ju robrit e mi, innakum tukhtiuna bil lejli wan nahar, me të vërtet ju bëni gabime gjatë natës dhe gjatë ditës, wa ana aghfiru dhunuba jamia, ndërsa unë i fali të gjitha mëkatet, fastaghfiruni aghfir lakum, andaj kërkoni falje prej meje që t'ua fal juve. Allahu subhanahu wa taala po na thirr që të kërkojmë falje prej tij, sepse ai i fal të gjitha mëkatet. Dhe pjesa e tretë e hadithit është: wa khaliqin nase bi khuluqin hasan, dhe me njerëzit sillu me moral të lartë, sepse morali i lartë është cilësi me të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka lavdruar pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam duke thënë: wa innaka la ala khuluqin azim, dhe ti o i dërguar je në një shkallë të lartë të moralit. Dhe pejgamberi alayhis salam e ka bërë të qartë se prej qëllimeve më madhështore, prej qëllimeve më fisnike me të cilat është dërguar pejgamberi alayhis salam është që t'i plotësoj pra virtytet e larta morale. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, me të vërtet unë jam dërguar që t'i plotësoj virtytet e moralit, pra që t'i plotësoj ato dhe t'i përsos. Dhe morali i lartë ka një vlerë të madhe tek Allahu subhanahu wa taala. Thot pejgamberi alayhis salam: akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, besimtari me iman më të plot është ai i cili e ka moralin më të lartë. Dhe thot: inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqa. Thot me të vërtet ata që do të jenë më të dashur tek unë dhe më afër vendit tim në ditën e gjykimit janë ata që e kanë moralin më të lartë prej jush. Dhe thot pejgamberi alayhis salam: innal mu'mina la yudrika bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im. Me të vërtet besimtari do të arrijë me moralin e lartë të tij gradën e atij që falet dhe që agjeron shumë nafile. Me moral të lartë, edhe nëse nuk është fal shumë nafile dhe nuk ka agjeruar shumë nafile, mirë po do të arrijë gradën e tyre tek Allahu subhanahu wa taala për shkak se sjelljen e ka pas shumë të mirë. Dhe thot pejgamberi alayhis salam: ma shay'un athqala fi mizanil mu'mini yawm al-qiyamah min khuluqin hasan. Nuk ka vepër e cila është më e rëndë në peshojën e besimtarit në ditën e gjykimit sesa morali i lartë, sesa sjellja e mirë. Për këtë shkak pejgamberi alayhis salam i ka dhënë rëndësi moralit të lartë edhe në duat e tij, në lutjet që janë transmetuar prej tij, dhe e ka veçuar këtë gjë me lutje të veçantë. Thot pejgamberi alayhis salam në lutjet e tij: Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. O Zoti im, ashtu siç e përsose fizionomin time, pra më krijove pa të meta, ashtu përsose edhe moralin tim. Mos lejo që të kem të meta në moralin tim. Kjo ishte një prej duave të pejgamberit alayhis salam. Dhe e dyta: wahdini li ahsani al-akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant.
dhe o Zot, më udhëzo kah moralet më të mira, sepse nuk udhëzon kah ato askush tjetër përveç Teje. Dhe po e përfundojmë duke e potencuar një gjë shumë më rëndësi. Njerëzit mendojnë se morali i lartë do të thonë vetëm me njerëzit, me shokët, me bashk qytetarët, me bashk punëtorët, aty me kolegët e punës e kështu me radhë, apo me anëtarët e familjes. Njerëzit mendojnë se morali i lartë është vetëm me krijesat, mirë po nuk është e vërtetë. Kur thot pejgamberi alayhis salam morali i lartë, përfshin moralin e lartë me krijuesin dhe moralin e lartë me krijesat. Dhe kjo është ndërlidhur njëra me tjetrën, sepse Allahu subhanahu wa taala për namazin thot inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namazi të ndalon nga veprat e pahishme dhe nga veprat e këqija. Namazi të ndalon. Pra morali i mirë me Allahun, e që është falja e namazit, respektimi i urdhrit të tij, e përmirëson moralin me krijesat. Dhe kundërta, thot pejgamberi alayhis salam, ai i cili nuk e le gënjeshtrën dhe veprën sipas saj, ta di se Allahu nuk ka nevojë që ai ta lejë ushqimin dhe pijen. Pra, agjerimi, lënia e ushqimit dhe pijes gjatë agjerimit duhet ndikojnë përmirësimin e moralit të njeriut, sepse këto dyja janë të ndërlidhura. Morali i robit me krijuesin e tij dhe me krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Këto janë të ndërlidhura. Andaj morali i lartë me krijuesin çka do të thot? Do të thot tre gjëra. Pranimi dhe vërtetimi i fjalëve të tij dhe lajmeve që vijnë prej tij, pra prej Allahut subhanahu wa taala. Respektimi i urdhrave të tij dhe largimi prej ndalesave të tij, kjo është e dyta, dhe e treta pajtimi me caktimin e tij. Pra mos të revoltohesh ndaj caktimit të Allahut subhanahu wa taala. Kjo është morali i lartë me krijuesin. Ndërsa morali i lartë me krijesat në pikat shkurtra është mos t'i dëmtojmë ato. Hapi i parë nëse do të jesh i moralshëm me krijesat e Allahut subhanahu wa taala është që mos t'u bësh dëm. Gjëja e parë është ta ndalish dëmin tënd prej tyre. Mos t'i shajsh, mos t'i dëmtojsh, mos t'i ofendosh, mos t'u cenosh nderin, gjakun dhe pasurinë e tyre. Thot pejgamberi alayhis salam do të vijë, a dini kush është i falimentuar, muflis? Than sahabët, tek ne i falimentuar është ai që s'ka parë dhe nuk ka pasuri. Tha jo, i falimentuar prej umetit tim, i bankrotuar prej umetit tim është ai që do të vijë në ditën e gjykimit me sevape të mëdha, me namaz, me agjerim, me zeqat e kështu me radhë. Mirë po e ka shar filanin, ka shpif për filanin, ja ka marr pasurinë filanit, ja ka derdh gjakun filanit. Andaj thot, këta vinë dhe ja marrin sevapet e atij. Nëse i harxhohen sevapet, ata ja japin mëkatet e tyre këtij. Atëherë thot, i hudhen mëkatet e tyre mbi të dhe për këtë shkak hudhet në zjarr të xhehenemit. Andaj morali i parë, hapi i parë në përmirësimin e moralit me krijesat e Allahut subhanahu wa taala është që mos t'i bëjmë dëm, mos t'i dëmtojmë. Pejgamberi alayhis salam thot el-muslimu men selim el-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslimani i vërtet është ai nga dora dhe nga gjuha e të cilit muslimanët e tjerë janë rahat. Pastaj e dyta është t'ju ndihmojmë, sepse kjo ka një vlerë të madhe. Pejgamberi alayhis salam thot Allahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Allahu është në ndihmën e robit përderisa robi i ndihmon vëllaut të tij. Dhe thot men nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Thot kush ja largon një muslimanit, një besimtarit, një breng prej brengave të kësaj bote, Allahu do t'ja largojë atij një breng prej brengave të ditës së gjykimit. Dhe pika e tretë në moralin e lartë me njerëzit është që të jemi fytyrçel para tyre. Mos t'i takojmë pra të mbrolur dhe mos t'i shikojmë me shikim të rënd, po të jemi fytyrçel para tyre dhe t'ju buzëqeshim atyre.